Brenda vitit 2026 pritet që seanca do të realizohen edhe me video call, sipas kërkesës së gjykatës apo personave të paraburgosur. I ftuar në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes, drejtori i përgjithshëm i burgjeve Klevis Qose, teksa parashtronte kërkesat për projekt buxhetin e vitit 2026, u shpreh se do të implementohet edhe ky sistem në burgje. Sipas tij, ky projekt digitalizimi do shkurtojë edhe shpenzimet e institucionit dhe do të lehtësojë punën e punonjësve. Deri tani është kryer me kërkesë të dënuarve dhe gjykatës. Fillimisht do ketë një korrespondencë të veçantë, mund të kemi dhe një ndryshim ligjor për këtë. Projekti parashikohet të shtrihet gjatë vitit 2026, të përfundojë në dhjetor të vitit 2026. Fillimisht projekti do fillojë me realizimin e pajisjes dhe për video callin dhe realizimin e seancave gjyqësore, pasi është edhe veprimtaria e cila sjell përfitim dhe lehtëson gjithë sistemin e burgjeve. Platforma do përfshi dhe digitalizimin e arkivave, protokolleve, salla operative, qendrës trajnimeve që kemi. Duke u ndalur te problematikat në burgje, evidentoi nevojën emergjente për Spitalin e Burgut, i cili do të shërbejë për trajtim të diferencuar të dënuarve. Ka vështirësi dhe në institucionet shtetëror, sikurse ne i dimë të gjithë. Për këtë arsye, institucioni Lezhë është institucion i ndërtuar për të qenë qendër paraburgimi ose qendër e vuajtjes dënimit. Për këtë arsye, në këto kushte, do të thoja emergjente, ne i kemi akomoduar aty dhe përpiqemi të realizojmë më të mirën e mundshme nga ana jonë, po për të realizuar në 100% kërkesat e ligjit, edhe rekomandimet e Këshillit të Evropës, CPT-s dhe SPT-s, kërkoj ndërtimin e spitalit forensik. Pyetjeve të anëtarëve të komisionit për takimet e vajzave të njohur me eksponent të botës së krimit, Qose u përgjigj se janë marrë masa vetëm për rastin e burgut të Drenovës, aty ku është identifikuar si problematik. Aktualisht në 23 institucione penitenciare akomodohen 5034 të dënuar dhe paraburgosur, kryen 29000 shoqërime për prokurorinë dhe gjykatën, ndërkohë rreth 8000 shoqërime kryen në spitale për nevoja imediate që kanë të burgosurit.